Pavarësisht thirrjeve të përsëritura ndërkombëtare për armëpushim dhe dhënie fund të konfliktit në rripin e Gazës, Izraeli ka hapur një kapitull të ri të luftës. Ushtria izraelite ka njoftuar fillimin e një tjetër ofensive ushtarake të gjerë të koduar me emrin Gideon Skariots, karrocat e Gideonit. Në deklaratën zyrtare të shpërndar për mediat, ushtria thekson se qëllimi i menjëhershëm është kapja e zonave strategjike në Gaza, përmes sulmeve të përqendruara dhe dislokimit masiv të trupave në terren. Operacioni synon të arrijë objektivat përfundimtare të luftës, thuhet në njoftim, ku përfshihen çlirimi i pengjeve të mbetura dhe shkatërimi i plotë i Hamasit, të cilin Izraeli e cilëson si organizatë terroriste. Sipas mediave izraelite, operacioni përgati terrenin për hyrjen e mëtejshme të forcave toksore, duke forcuar kontrollin në zonat ku rezistenca palestineze ka qenë më e fortë deri më tani. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur komuniteti ndërkombëtar ka shtuar thirrjet për një zgjidhje paqësore dhe ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Deri më tani, disa pengje janë liruar në kuadër të marrëveshjeve të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez. Megjithatë, negociatat për një armëpushim të qëndrueshëm nuk kanë prodhuar rezultate konkrete. Numri i viktimave civile në Gaza vazhdon të rritet ndërsa situata humanitare mbetet alarmante. Organizatat ndërkombëtare të ndihmës raportojnë për mungesa kritike ushqimi ujë dhe kujdesi mjekësor. Operacioni Gideon Skariots rrezikon të thellojë më tej krizën në lindjen e mesme, duke e larguar edhe më shumë perspektivën e një paqeje të afër.